Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe hijabuhu nur. Mbulesa perda mes Allahut dhe krijesave të Allahut është dritë. Ka me transmetim nga Ibn Abbasi se mes krijesës dhe Allahut azza wa jall, fytyrës Allahut janë 40 mbulesë, 40 perdë. Çka ndodh nëse menjanohet një perdë? Siç ka në hadith apo në transmetim, kur Musa këtë kërkoi pej anës Allahut azza wa jall që ta shef Allah. Pra Musa i kërkoi pej anës Allahut që Allahu azza wa jall t'ia shpalose, t'ia largoje menjanoje perdën, dhe Musa i ta shef Allahun azza wa jall. Pra Musa kontaktonte me Allahun azza wa jall nëpërmes perdës. Dhe një ditë prej ditëve kur ishte në kodri Turi Sejna, kërkoi pej Allahut azza wa jall që Allahu azza wa jall ta menjanoje, ta largoje pak perdën që ta shef fytyrën Allahut. Pra vëllezër të ndershëm, s'ka dyshim se fytyra Allahut mund të shqohet apo jo në këtë dunjë. Fytyra Allahut azza wa jall mund të shqohet vetëm ditën e Kiamet. Dhe këtu ka gëzim, nuk ka lumturi më të madhe për banorët e xhennetit, nuk ka gëzim më të madh se sa ka ditë kur ta shohin fytyrën Allahut. Para të ka në hadithet pejgamberit Allahut që Allahu azza wa jall i pyet banorët e xhennetit dhe i thot: a jeni të kënaqur? A jeni të kënaqur? Dhe ata i përgjigjen Allahut azza wa jall dhe i thojnë: si mos jemi të kënaqur? Ti je ai i cili na i randove peshorën e veprave të mira dhe na i lehtësove peshorën e veprave të ligë. Ti na i falë mëkat, ti na fute në xhennet, ti na i zbardhe fytyrët. Ti dhe ti thot: a keni ndonjë kërkesë tjetër? A keni ndonjë kërkesë dhe nevojë tjetër? Thonjë arab, çfarë kërkesë mund me pas gjithë kësaj të cilën e përjetuam? Atëherë Allahu e shpalos perdën kur e shiqojnë fytyrën Allahut. Dhe atë ditë kur ta shiqojnë fytyrën Allahut, i harrojnë gjithë gëzimet, lumturitë të mira që i kanë përjetuar deri atë ditë. Allahu na mundsof me pa fytyrën Allahut. Në ditën e Kiametit do të jemi ata që do të na bëjnë të fik të gjithëve. Kur t'i frihet suri, i bet fik të gjithëve. Allahu azza wa jalla ka bon surin brinin aq të madh që kur t'i frihet Israfili, nuk ka send që nuk vdes prej zonit të surit. Edhe meleku i vdekës, edhe meleku i vdekës. Edhe meleku i vdekës i vend fikt. Edhe pejgamberëve të Allahut i vend fikt. Para të vëllezër të ndershëm, nuk e din madhrinë Allahut kurse Allahu azza wa jalla vetëm një brin. Allahu azza wa jalla surin e ka kriju aq të madh, me aq zot të lartë që nuk ka mundësi një vesh të ndëgjon zonin e surit e mos t'i bën të fikt. Në ditën e Kiametit, ta ku t'i frihet suri për të ringjallë në ditën e Kiametit, dhe i frihet suri dhe i bet fik çdo sen që Allahu ka kriju, përveç se njonit thot: une jam i pari që zgjona pasit na beret fikt, e shof Musajin në vëllabin tem i kapur për kamën e arshit Allahut dhe nuk e di a nuk i ka rat fikt farem apo asgju para me. Dhe ma e vërteta se nuk i ka rat fikt Musajit. A dini pse? Se Musajit i ka rat fikt në këtë dunja kur ka kërku prej Allahut azza wa jall ta shiqon Allah. Dhe Musaj ishte në kodrën e Turit Sejnas, kodrën e Turit, dhe kërkon të pe Allahut azza wa jall të largon pak perdën ta shef fytyrën Allahut. Dhe ka on me një transmetim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thot: a dini sa Allahu perdën e ka largu nga fytyra vet? A dini sa Allahu e ka largu perdën nga fytyra vet? Pejgamberi Allahut me këtë gisht e preki gishtin e vogël sa moja e gishtit vogël. Sa moja e gishtit dhe vogël, kodra tur 2.000 metre katror e larta, ashkëri e ka gëlltit toka kur Allahu azza wa jall pak perdën e ka shpalos nga fytyra ti. Para të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith që transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Ebu Musa el-Esh'ariu, që thot se perdja Allahut azza wa jall është krejt drit. Drita është përfitu nga ana Allahut azza wa jall, thot sikur që Allahu ta shpalos fytyrën e vet, do t'i gjek drita shkëlqimi fytyrës Allahut azza wa jall krejt krijesa që arrit drita Allahut.
wa ma qadarullah haqqa qadri. O i privuar që e privon vetën tënë nga shqyqimi fitirës Allahut. Shkëlqimi fitirës Allahut Azza wa Jall, atë shkëlqim të madh që s'ka mundësi sini dunjos ta përballon. Për këtë arsye se mu kon gjenisin që e kish përballu shqyqimin Allahut, do ta kish përballu sini Musait. Mirë po Allahu Azza wa Jall i tregoi Musait dhe na tregoi gjithashtu neve se ka mundësi që fitira Allahu të shihet, ka mundësi që Allahu të shihet, mirë po nuk ka mundësi si një krijesës së njeriut në këtë dunja që ta përballon dritën dhe shkëlqimin e fitirës Allahut. Për këtë arsye thot: "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Kur Allahu e shpalosi që ka në transmetim vetëm një moj e gishtit të vogël, vetëm pak, Allahu Azza wa Jalla e shpalosi berdën e gëlltit toka kodrën, shkrinjet kodrën. E çka ndodhi me Musajin? Wa kharra Musa sa'iqa. Dhe Musaj t'i dha të fikt. Dhe kur e zgju, Musaj dëshmoi se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin dhe dëshmon se Allahu është i plot fuqishëm për çdo send. Pra vëllezër të ndershëm, mes neve dhe Allahut është një perdë. Se kur Allahu ta shpalos te këtë perdë, do t'i kish gjejë të gjithë krijesat që Allahu Azza wa Jalla ka kriju.